Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë këto momente të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e mërkurë dhe jemi në javën e 4 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java 4 e psalterit. O hymë e anondim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. O Jezus, je themeluesi i agjërimit të kreshmeve. Më ngjillet na i mësove për shërim të mendjeve. Bëju tash krah kishës, pendesës që ndroj pran, shtrirë për dhe të lutemi të falësh mëkatet tonë. Ti fajet e ribëra, shlyej me hirin tënd. Erojën ka armja, me shumë butësi përdore. Të shpërblyer nga veprat vjetore të pendimit, të shkojmë në gëzimet e pashkëve, të denja për kremtimin. Ty gjithësia e sendeve, të adhurov trinie më shirshme, me faljen tënde të përtrir, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Sa e mrekullueshme është dija jote për mua, o Zot. Psalmi 139, pjesa e parë. Zoti sheh gjithçka. O Zot, ti më shqyrton e më nje. Ti di kur rri e kur ngrihem. Prej së largu i nje mendimet e mia. Si në shtektoj, si në pushoj, ti më vëren. Ti i di të gjitha udhët e mia, pa më ardhur ende fjala në majtë të gjuhës, dhe ja ti o Zot i njeh të gjitha. Përpara e pas ti o Zot më rrethon. Ti e ke vënë mbi mua dorën tënde. E mrekullueshme është dija jote për mua. Tepër e lartë, s'jam në gjendje t'ja arri. Ku mund të shkoj larg prej shpirtit tënd, ku të iki larg prej pranisë sate? Nëse ngjitem në qiell, ti atje je, nëse zbres në nën tokë, edhe aty je. Po ti marr krahet e agimit e të shkoj të banoj në skajin e detit, edhe atje dora jote do të më përcjell, e do të më mbajë djathta jote. Në thënqa le të më mbuloj së paku errësira dhe drita natë le të bëhet mbi mua. Po asteri s'është as pak terr për ty, edhe nata është si dritë e ndritshme. Për ty errësira është por si drita. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. sa e mrekullueshme është dija jote për mua, o Zot. Antifona e dytë. Ti më nje në thellësi të zemrës, o Zot, dhe i jep çdo njërit sipas veprave të tija. Psalmi 139, pjesa e dytë. O Zot, ti më shqyrton dhe më nje. Ti je ai që mi krijove veshkat. Ti më ke endur në krarorin e nënës. Të lavdëroj pse më krijove kaq mrekullisht. Të mrekullueshme janë veprat e tua, po shpirti im mirë e di. Eshtrat e mi nuk të mbetën të fshehur, kur unë po trajtohesha në fshehtësi, i endur në thellësinë e tokës. Ende të patrajtuar më panë sytë e tu, në librin tënd ishin të shkruara të gjitha ditët, ishin të njehura megjithse asnjë s'ishte ende prej tyre. Tepër të çmueshme janë për mua, o hy, mendimet e tua. E panumrueshme është shuma e tyre. Po ti numroja, janë më shumë se rëra. Po t'ju dilja në skaj, më mbeteshe prap ti. Më shqyrto o hy dhe njihe zemrën time, më sprovo e njihi shtigjet e mia, e shiko në mos ka në mua udhkotësie, dhe më kthe në udhën e amshueshme. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti më nje në thellësi të zemrës, o Zot, dhe i jep çdo njërit sipas veprave të tija. Antifona e tretë. Në për Krishtin gjithësia u krijua dhe çdo gjë që ndron në të. Kënga krahason me letrën Kolosianëve kapitulli i parë. Krishti i parlinduri çdo krijese është i parlinduri i atyre që ngjallen prej të vdekurve. E falenderojmë hyin,
atin e Zotit tonë Jezu Krishtit, sepse na bëri të aftë të kemi pjesë. në trashëgimin e shenjtërve në dritë Ai na nxorri nga pushteti i errësirës, dhe na kaloi në mbretërinë e birit të vet të dashur, në të cilin kemi shpërblimin. faljen e mëkateve, Ai është shëmbëlesa e hyjit të papashëm. i paralinduri para çdo krijese, Ai është para çdo gjëje. dhe çdo gjë që ndron në të, Gjithçka u krijua në për të dhe për të. në qiell e në dhe, çka shihet e çka nuk shihet. Ai është kryet e trupit kishës, Ai është fillimi, i parlinduri ndër të vdekurit, që të jetë në gjithçka i pari, sepse hyjit i pëlqeu të banojnë në të e tërplotësia. dhe me anë të tij gjithçka të pajtohet me të. Në saje të gjakut të kryqit të tij, hyi vendosi paqen me krijesat e veta. Qoftë në tokë, qoftë në qiell, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Në për Krishtin gjithësia u krijua dhe çdo gjë që ndron në të. Leximi i shkurtër marr nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 2 rreshti 12b deri 15. Punoni me frikë dhe me drojë të madhe për shëlbimin tuaj, sepse hyi është ai që sipas mirësisë së vet ndikon në ju e të doni e të veproni. Bëni gjithçka pa murmurim e pa vonesë, që të jeni pa të meta dhe të pastër, fëmijë të panjoll të hyjit në midis të kësaj breznie të prishur e dinake, në të cilën ndriçoni por si pishtar në botë. Përgjigje e shkurtër. Lum ai që të kërkon me gjithë zemër dhe ecën në ligjet e tua. Lumaj që të kërkon me gjithë zemër dhe ecën në ligjet e tua, Është besnik ndaj mësimeve të tua. dhe ecën në ligjet e tua. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Lumaj që të kërkon me gjithë zemër dhe ecën në ligjet e tua. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Unë asgjë s'mund të bëj prej vetvetes. Si dëgjoj ashtu gjykoj, dhe gjykimi im është i drejtë, thot Zoti. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej i brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë, e tregoj fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoj princat prej froneve të tyre. e i lartësoj të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e tërvetan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Unë asgjë s'mund të bëj prej vetvetes, si dëgjoj ashtu gjykoj, dhe gjykimi im është i drejtë, thot Zoti. Lutjet e besimtarve. Ndere lavdi Zotit, i cili bëri beslidhje të re të amshuar me popullin e vet nëpërmjet gjakut të Jezu Krishtit dhe përsërit në gostin eukaristike. T'ja drejtojmë lutjen tonë me fjalët: Bekoje o Zot popullin tënd. Drejtoj o Zot me vullnetin tënd popujt dhe pushtet mbajtësit, që të veprojnë me sinqeritet për dobinë e të gjithë njerëzve. Bekoje o Zot popullin tënd. Zmadhoje për shpirtrinë e atyre që mohuan çdo send dhe shkuan pas Krishtit, që të mund të japin dëshmi të vërtet dhe shembull shenjtërie. Bekoje o Zot popullin tënd. Ti ke krijuar të gjithë njerëzit në përngjasimin tënd.
bëj që t'i shmangen pa barazi së pa drejt. Bekoje o Zot popullin tënd. Të gjitha ata që bredhin, afroj pran vetës, ofroj amitësinë dhe të vërtetën tënde, dhe na mëso që edhe ne ti ju japim për krahje. Bekoje o Zot popullin tënd. Bëj që të vdekurit të hyjnë në lumturinë tënde dhe të lavdërojnë për gjithmonë. Bekoje o Zot popullin tënd. Aty ynë që je në qiell, u shentrofte emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti që me pendes të drejtve u jep çmimin e meritave e mëkatarve faljen, bëj që me pranimin e fajeve ta fitojmë edhe ne faljen e mëkateve. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë Hy, për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.